Ish deputeti i Partisë Demokratike Ervin Saliani vjoi këtë javë turin e takimeve me strukturat lokale të PD-s në Elbasan, ku theksoi angazhimin e tij për të forcuar rolin e antarësisë. Ai shtoi se kjo iniciativë nuk është për posta apo interesa personale, po për të garantuar që PD të dëgjojë antarë dhe të mos i braktisë ata. Ne kemi një rrugtim i cili nuk bëhet për posta, i cili nuk bëhet për interesa personale, i cili nuk bëhet për ofiqe, një rrugtim që nuk bëhet për asnjë interes tjetër përveç se interesit që Partia Demokratike të dëgjojë antarësinë, të mos e braktisë antarësinë. Është për të ardhur keq të shohësh degradimin e politikës përpara syve tanë. Të gjithë duke mbajtur peng të shoqëri me hallet e tyre personale, duke zhbërë çdo normë, çdo parim të demokracisë dhe duke reduktuar politikën në një çështje private të turpshme, të ngjitur pas karrikëve si ajo pas këpucës. Gjatë takimit në Elbasan ai u shpreh se protesta duhet të jetë një formë zgjimi për shoqërinë dhe mesazh për qeverinë, dhe ftoi qytetarët të marrin pjesë masivisht në protestën e thirrur më 22 dhjetor. Në kushtet kur i gjithë sistemi shtetëror, e gjithë ngrehina konstitucionale e shtetit është rrëzuar për shkak të interesave dhe vullnetit personal të kryeministrit, që prevalon mbi të gjithë interesin shtetëror, ka vetëm një rrugë: protesta, 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 dhe në datën 22 dhjetor e gjithë energjia e kësaj salle dhe sallave në çdo cep të Shqipërisë duhet përplaset përpara mureve të kryeministrisë. Por miq, në takimin e mbajtur në Elbasan në përjashtim të ish deputetit Qani Xhafa nuk u pan eksponentë të tjerë të pranishëm.